Shtroj njerëzit pyetjen me drejt. Zoti i madhërishëm, Zoti plot fuqishëm, Zoti më i bukuri, a do ta shohë ndonjëherë njeriu Zotin e vet? Në këtë botë, jo. Po atëherë nëse se shikojmë pse e besojmë. Sepse për të besuar Zotin ka disa forma. Ajo që vendosi ai nuk ishte nëpërmjet shikimit, sa atëherë do të humbte kuptimi i kësaj bote dhe s'do të kishte më njerëz. Se njerëz quhen kur ndahen në besimtar dhe jo besimtar dhe hynë në një provë dhe një qëllim. Kështu është menduar nga Zoti ta krijojë, kështu ka qenë dëshira e tij ta krijojë atë krijesë që quhet njeri. Ka engjëj krijesa të tjera e njohin totalisht, ka shejtane me radhë, ka krijesa të tjera që kanë specifikat e tyre. Specifika e asaj që do të quhej njeri ishte me këto parametra që i shikojmë ne. Atëherë kur se shikojmë si e kuptojmë nëpërmjet dy gjërave, nëpërmjet krijimeve që ka bërë dhe nëpërmjet librave të shenjtë dhe profetëve që ka dërguar. Njerëzit 7 miliard, miliardat e gjallësave të gjalla të tjerat, mrekullitë e tokës dhe mrekullitë e makrës universale e bëjnë njeriu ndalin konkluzionin që Zoti jo që ekziston, por shumë i madhërisëm, shumë i plot fuqishëm dhe i përsosur. Librat e shenjtë, Teurati, Ungjilli, Zeburi, Kurani, Nuhu, Ibrahimi, Musa, Isai dhe Muhamedi a.s. kryesisht e shpjeguan kush është Zoti i këtij universi të përsosur. Gjëja më e madhe që mund të arrijë njeriu në këtë botë nuk është si rinia sot që gjën më të madhe i ka ndërimet e veta të shikojë femër të bukur. Kjo është katastrofë. Ta përkufizosh bukurinë më të madhe të shikimit një krijese si puna jote femërore është katastrofë. Kurse vizioni islam të çon gjën më të madhe që ka përshkruajtur i madhi Zot në fenë e tij është kur njerëzit do të kenë shansin të shikojnë krijuesin e madh më të bukurin që ekziston. Inna Allahe gjemilun yuhibbul gjemal. Zoti është i bukur dhe e don të bukurën. Më i bukur është Zoti dhe e don bukur, çdo bukuri ka ardhur sepse ai është i bukur vetë. Kurani e ka potencuar që do ta shikoni Zotin, po jo atëherë kur duam ne. Ka thënë Kur'an, ujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Tha në atë ditë kur shikohet Zoti, dita që fytyrat janë të shndritshme dhe po shndrisin pafund si drita e diellit se Zotin e tyre po shikojnë. Profeti alayhis salam ka thënë innakum satarawna rabbakum. Tha ju do ta shikoni Zotin. Siç e shikoni hënën e plot kur s'ka re përpara, të pastër, të rregullt. Dhe nuk do të shtyredhini dhe nuk do të keni mundim kur ta shikoni atë. Pra, profeti është lut, es'aluka ladhata nadhri ila wajhika al-karim. Të lutem Zot ta ndjej kënaqësinë dhe ëmbëlsinë atij çasti kur do të shikojmë ty. Ma mundso ta ndjej kënaqësinë dhe lumturinë dhe gëzimin e madh të shikimit tënd. Ku shikohet i madhi Zot në xhennet.